qëndrimi i duhur, ai që realisht duhet të mbante dhe nga ana tjetër të nesërmen doli në një protestë kombëtare, bëjnë sens këto të dyja me njëra tjetrën? Ishte qëndrimi tipikisht i duhur. Sepse po ta marrim analizën me të kundërtën, që sikur kjo opozit mos ta kishte votuar pjesëmarrjen e Shqipërisë në botën e paqes, imagjinoni çfarë do të thënë? Çfarë do ishte thënë? Që kjo opozit është anti-amerikane, që anti-amerikane në kohën e Bidenit, anti-amerikane në momentin e Trumpit. E para, dyta, kjo opozit nuk ka asnjë interes, nuk ka asnjë interes sot që t'i kundërvjet Trumpit, as edhe një interes. Pra opozita i friksohet Amerikanit, nuk jo i friksohet zoti Rama. Nuk i friksohet, është interes, si friksohet. Kjo se armiku tënd është miku yt. Nuk është punë friksimi, është punë interesi. Sot kjo opozit nuk ka shumë. I friksohet në fond, sa e kuptojmë. Sa shansi sa më i madh është që Trumpi edhe një herë ta rrëzoi Edi Ramën. Trumpi ende s'ka bën, por ende po ashtu nuk po e inkurajon. Nuk i jep dorën, vend po ashtu e evitoi Ramën në Munich. Të treti. Okej. Në Shqipëri ka një vazhdimsi, po ta vini re, vetëm ke dosja e bordit paqes. Po merrni ke dosja e Knesetit në Izrael. Edhe Rama dhe kjo opozit njësoj mendojnë që Palestina nuk e meriton shtetin e saj. Por para se Izraelit të njëjtë gjithë vendet. Okej. Merrni dosjen e Mujahedinëve iranian, popullit. Edhe opozita brisha sot në Shqipëri dhe me të gjë u shkoi me humbur dhe Rama në Kneset. Pra ka ca gjëra që ka një mirë apo keqe. Në Francë ka më shumë debate, po Shqipëria kështu është, keni një opozit dhe një majorancë, që në dosjet më themelore ndërkombëtare janë dakord dhe ky është fati dhe për opozitën që nesër, nëse ka një ndryshim kursi nuk e duar më Ramën, partnerët ndërkombëtar Izrael, BE dhe SBA kanë një opozit që është si Edi Rama për të me jashtë. Dakord, zoti Burimi, reforma territoriale, një tjetër çështje shumë e rëndësishme, pikë në diskutimi mes palëve, ku duket se opozita ka dalë në konkluzionin se nuk do të marrë pjesë në këtë mbledhje që do të bëhet të hënë në Komisionin e Reformës Territoriale. Është ky qëndrimi i duhur, sepse qëndrimi i zotit Balla, po edhe i zotit Rama ditë më parë ka qenë i prerë dhe i qartë kur thaste me ose pa ju ne këtë reformë do ta bëjmë. Është ky duhuri i opozitës? Duhet të mbaj këtë qëndrim? Tipikisht qëndrimi i duhur, sepse po të realizojmë me të kundërtën çfarë do dilte. Do të thënë që të shkonin. Si mund të shkosh në një kohë që ti, si opozitë sot, nuk ka një legjitimiteti në kësaj qeverie. Ti thua që kjo qeveri ka vjetur zgjedhje. Dakord, a është kjo opozita që përfaqëson edhe qytetarët, edhe popullin, tani braktis parlamentin, braktis komisionin, braktis nesër diçka tjetër, më fal po, çfarë pretendon ose ku dilet me këtë qëndrim? Është më mirë të mos marrësh pjesë fare apo të marrësh pjesë dhe të diskutosh edhe sikundër ta dish që këto që ti parashtron bien poshtë? Po sepse ato që do diskutohen edhe në reformë territoriale, edhe në reformë zgjedhore, janë gjëra që do të shkojnë prapë, është si thua që po bën, imagjinoni që të shkojnë. Imagjinoni që mbyllet reforma territoriale dhe zgjedhore. Atëherë i bie që Shqipëria është në rregull. Po dhe po për këto gjëra, Shqipëria nuk është rregull, sepse kjo majorancë tregon që i vjen zgjedhjet sepse përdor shtetin për shtetin dhe përdorimi i shtetit nuk del asnjë reformë. Përdorimi i shtetit nuk është çështje reforme as territoriale dhe as zgjedhore. Përdorimi i shtetit për zgjedhje është çështje e drejtësisë penale. Në Francë, përse u dënua Sarkozy? U dënua pikërisht për të gjë, për tentativë manipulimi zgjedhjesh duke kërkuar fonde nga Kadhafi. Edhe pa prova, që nuk pati asnjë provë, por 100 darkë nuk u kap në llogaritë e partisë të Sarkozys apo Sarkozys. Po thjesht tentativa. Sepse në kodin zgjedhor, në kodin penal. Që një e për kjo pozitë, ç'pun ka këtë që të negociojë